Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin ditor, parashikimin e datës 3. Data 3 gusht 2026. Kemi një ditë shumë të rëndësishme, një ditë ku ndikimi i Qiron është ndikimi që ka të bëjnë në lidhje në retrograd në shenjën e Demit. Qiron është një ndikim favorit përsa përket çështjeve të punës ose të shkuarës në lidhje me çështje të vjetra që mund të mbyllen ose mund të kemi dhe disa ndryshime, po do flasim përsa përket këtë temë, çfarë është Qiron dhe çfarë do të thotë në fushën e astrologjisë. Duket se në këtë ditë ka ndikim shumë të madh, sepse në mbrëmje sipas orës tonë, ky është një fenomen kryesor i ditës, ka peshë të madhe sepse Qiron lidhet me plagët, shërimin, ndjeshmërinë dhe pranohet lehtë nga gjërat që do të diktojnë, do të ndikojnë. Por për të kthyer dhimbjen në mençuri, Qiron kthehet në retrograd dhe kjo do thotë vëmendja, nuk ka pse të mërzitemi apo të kemi diçka që nuk shkon. Por megjithatë, kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi, sepse është në një stabilitet, në kënaqësi të çështjeve, sepse shenjat e tokës kanë ndikime shumë të mira në këtë aspekt. Duket se kanë ndikim të madh shenjat e tokës, siç janë shenjat fikse, Demi, Akrepi, Luani dhe Ujori, sidomos të ditëve të parë. Veçanërisht ato që kanë dhe ascendente në këto shenja. Për shenjën e Demit, kjo është shumë personale dhe lidhet me identitetin dhe vlerësimin. Për Akrepin lidhet me marrëdhëniet, partneritetet dhe besimin. Për Luanin lidhet me karrierën dhe imazhin, kurse për Ujorët lidhet me shtëpinë, familjen dhe sigurinë emocionale. Shenjat e tokës dhe të ujit, sidomos Virgjëresha, Bricapi, Gaforia dhe Peshqit, në fillim të kësaj shenje mund të përjetojnë këtë mundësi si ndikim pozitiv, jo thjesht provë. Astrologjikisht, kjo ditë është shumë e mirë për nisma të reja, ndryshime, vendime, marrëdhënie me ekonominë dhe stabilizimin. Por ka të bëjë shumë edhe me disa çështje të së shkuarës. Kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi për gjërat që vijnë. Do të thotë gjithashtu për propozimet në lidhje me fushën e punës, në lidhje me disa ndryshime, por megjithatë për nënshkrime, marrëveshje, blerje të mëdha financiare, dita kërkon pak më tepër vëmendje në gërmat e imta. Nuk është se gjithçka duhet ndaluar, por duhet shmangur çdo vendim që bëhet për të mbuluar pasiguri. Nëse dokumentat janë të qarta dhe vendimi është i menduar mirë, prej kohësh mund të ecet me maturi, por nuk është ditë për të riskuar më tepër. Duhet të shmangen kokëforcia, fjalët që lëndojnë, vendimet nga pasiguria, shpenzimet për të ndjerë vlerë, krahasimet, xhelozia dhe mbajtja me forcë e diçkaje që ka nevojë për hapësirë. Çdo gjë kthehet në forcë dhe dita kërkon përgjegjësi emocionale. Para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz, siç e shikoni atje. Atje ndodhet sekretaria për ju ndihmuar mbi gjërat që dëshironi, mbi çështjet që ju keni dhe kërkoni. Duke klikuar, pra siç e shikoni, shkoni tek sekretaria dhe më pas aty mund gjeni gjithçka dëshironi. Duke zgjedh paketën tuaj, numrin për katës së blerjes dhe ose doni që të bisedojmë bashkë përpara që të shikoni se si funksionon shërbimi, atëherë në WhatsApp dhe në Viber flasim bashkë për gjithçka ju intereson. Por ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve, ku çdo të mërkurë jemi live, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe jeni gati për të biseduar dhe për të dërguar mesazhe që juve keni dërguar. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për sa përket shenjës së Dashit, duket se ka një ndikim mjaft të mirë në lidhje me punën, në lidhje me gjërat që do të ndikojnë, në lidhje me disa vendime shumë të rëndësishme, por megjithatë, kjo do të thotë që është një kohë e përshtatshme, është një kohë që është vendimtare mbi atë çka kërkohet, mbi atë çka juve dëshironi, doni dhe të realizoni. Është një moment mjaft i mirë dhe nuk diskutohet që është surprizues mbi gjëra të mëdha, mbi çështjet që kemi të bëjmë me ekonominë, kemi të bëjmë me punën, kemi të bëjmë edhe me disa çështje dokumentacioni, që është ana më e mirë e juaja. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Luan dhe me Bricap të ditëve të parë është mjaft e mirë, por nesër nga ora 10:12 që keni një takim me Peshoren, shikojini pak gjërat, mos jeni shumë të ngurtë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Dhe ndë dashur, duket se pikërisht
Qiron është në shenjën tuaj dhe kthehet në retrograd. Dhe kjo do thot mundësi, kjo do thot vendosmëri. Në lidhje me këta, është në një moment që vërtet ka thashatheme, vërtet ka çështje që të lënë pezull, gjëra që ndikojnë, gjëra që rregullojnë ose startojnë, gjëra të ndryshme që kanë bëjnë, por është një nga momentet më të mira, një momentet që vërtet studiojnë, rregullojnë, sepse ka të bëjnë me reputacionin, ka të bëjnë me mundësinë, ka të bëjnë edhe me vendosmërinë. Në lidhje me këto gjëra, lidhje me këto çështje, lidhje me anën dhe pozicionimin e planetave, është një moment, një mundësi shumë e mirë, një mundësi që vërtet është ndikimi, është favorizimi dhe mundësia. Mundësia ngadonjëherë bën edhe atë që do thotë rëndësi mbi ekonominë. Në dashuri, duket se me akrep kemi pasur disa debate, por nesër nga dreka, nga ora 1, ka diçka shumë të mirë me ujorët e ditës së tretë, sepse edhe dita si ditë nga ana e punës është e lodhshme, por e lodhje e kënaqshme. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Ditë të mbar, javë të mbar ju uroj. Dhe ka përqen për një mirë arsye. Është një nga periudhat më të dashura, një nga periudhat më të mira, sepse studimi dhe vendimet të rëndësishme që keni në një farë mënyre është në momenti juaj dhe ndikimi më i madh që ka të bëjnë tani tutje. Një nga veçoritë më të mëdha, një nga mundësitë më të arta, një nga kohrat dhe vendimet janë në anën tuaj. Pozicionimi planetar ju jep mundësinë dhe kohën e duhur mbi çdo ndryshim, mbi çdo vendim që do të merrni. Është momenti juaj miqtemi të kësaj shenje, sepse është dhe mundësia juaj e artë në ekonomi dhe në stabilizim. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor dhe me virgjëresh, është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforeve. Për gaforet kanë ardhur koha dhe momenti. Ditë të javë dhe jo vetëm të javës janë të mira të kësaj jave, por janë edhe mundësi të arta. Gjithmonë ditët e javës nga njëherë ndryshojnë nga java në javë, por për këtë nga hëna në të diel kemi 2 ditë shumë të mira, që janë e nesërmja dhe e premtja për juve të shenjës gaforeve. Një mundësi gjithashtu ka të bëjnë dhe me akrep të ditës së tretë, në fushën e punës ose biznese. Në dashuri, duket se ka diçka mjaft pozitive dhe shumë të mbar në gjëra që kërkohet. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me peshk dhe me shikjetar është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë luani. Përsa përket luanëve, luanët duket se kanë mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhur problemin, si në punë apo në ekonomi. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me akrep dhe me dëm është perfektja. Me peshk, një fejes është jo e pamundur, por është mëse e mundur për të realizuar dhe stabilizuar që shkonin në altar, duan apo s'duan të tjerët, dhe një udhëtim i papritur ndodh për juve. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëresha duket se kjo ditë është një nga ditët më me fat, sepse pikërisht kjo javë të mbar ju uroj, është nisma të reja dhe mundësi të arta. Koha dhe vendimarrja. Vendimarrja që juve keni në këtë drejtim, në këtë fushë ju jep disa mundësi, disa çështje pune që juve i zgjidhni dhe e keni mundësinë dhe kohën. Keni një nga ndikimet më të mëdha tani tutje, ku preken shumë ndryshime dhe ndikime të mëdha që juve keni në fushën e karrierës suaj, në fushën e punës suaj. Nuk diskutohet, nuk vjen ndryshim. Për një mirë arsye, sepse është pikërisht kjo periudhë, është pikërisht ky moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv. Jeni të surprizuar për gjëra që doni, në momentet e duhura keni mundësinë e artë dhe çështjet ekonomike. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëm dhe me ujor është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Përsa përket peshoreve, duket se peshorët kanë mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhur një problem të lënë pezull pikërisht në këtë ditë. Është një nga ditët më të mira për juve, një ditë shumë e rëndësishme, një ditë e volitshme për gjëra të mëdha dhe koha që tregon për mundësinë dhe periudhën. Në çështjet që lidhen edhe me kohën e duhur dhe momentin, është mundësia që ka të bëjnë me një çështje të vjetër, kjo do të thotë me një çështje blerje, ku nuk u mor dot për një arsye sepse jo për fajin tuaj, po ndodhin disa fenomene dhe kjo do të jetë ndikimi më i madh që duhet tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luanët e ditës së parë, me ujorët e ditës së tretë. Me ujorët e ditës së tretë keni pasur një ndarje dikur ju para 3 muajve. Po duket se kjo ditë pikërisht kjo fillim jave ka dhe ndikime shumë të mira dhe shumë pozitive. Nuk e diskutojmë momentin dhe kohën
është mjaft e mirë dhe periudha është ideale. Në lidhje me dashurinë e munguar është megafore. Vijojmë tek shenja e radhës që do thot akrepi. Përmbledhim me një fjali për akrepët është puna, stabilizimi, korektësia dhe dashuria dhe mshuria. Një moment mjaft i mirë, se jeni shumë ndikues, shumë pozitiv. Arrini majat për gjëra që doni. I keni të gjitha mundësitë për zgjidhur problemin. Diçka është e madhe dhe ndodh për një mirë arsye për juve, sepse kjo periudhë është një nga periudhat më të mira dhe më pozitive. Por disa mund të flasin çfarë të duan. Punë e madhe. Juve jeni në anën tuaj. Juve i keni mundësitë, keni kohën, keni gjërat e juaja dhe dashuria është më ndikuese, më rrezatuese. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëmtë dhe diçet parë ujor dhe diçet është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e shigjetarëve. Për shigjetarin mund të themi, mund të flasim gjatë gjithë ditës në sot, po pikërisht kjo ditë është një nga ditët më me zë për arsye të punës tyre, për arsye të karrierës së tyre, për arsye të disa momenteve që ata kanë. Është çështja e tyre, është vendimi që ata marrin në kohën e dur, në momentin e dur. Kurse në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshkët dhe diçet parë, me luantë dhe diçet tretë që është perfektja, por një ndikim shumë i madh duket se është me binjakët dhe diçet e tretë, ku është një mundësi shumë e mirë për të stabilizuar dhe konkretizuar gjërat. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e britsjapëve. Për britsjapët, një ditë të mbar, javë të mbar ju uroj dhe ka për të qenë sepse është një nga periudhat më të mira, do ta thosha unë, dhe më të arta për ekonominë dhe stabilizimin tuaj. Një mundësi shumë e mirë tani që disa biseda që do bëni janë biseda me kuptim që japin jetës, japin ndryshimeve, mundësive dhe kohës. Jeni mjaft të rëndësishëm në ato që bëni, mjaft të rëndësishëm në punën dhe në karrierë, dhe ndryshimet të mëdha që do të vinë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmtë dhe diçet parë ujorë dhe diçet të tretë është perfektja, por mos harrojmë se si në partneritete, si në dashuri, me gafore nuk vini asnjëri. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e ujorëve. Për ujorët duket se kjo periudhë është një periudhë ku mundson, rregullon, starton. Një nga ndryshimet më të mëdha, një nga mundësitë më të arta që juve keni tani tutje, është momenti juaj, është surpriza, ajo që ju bën të ndjeni mirë, është momenti, një nga momentet më të arta, më pozitive dhe më korrekte nga ana juaj. Sepse gjithmonë në juve jeni feneri ndriçues për gjëra që bëni. Jeni mjaft të ndikuar në pozicionimin e planetive, në lidhje me punën tuaj, në lidhje me atë çka juve jeni dhe keni. Sepse është një nga mundësitë më të arta, është një nga momentet më të mira dhe më pozitive. Sepse stabilizimi, konkretizimi i gjërave dhe të ekonomisë është momenti më i mirë, më i artë i qenë ndonjëherë. Prandaj mos e lini pas dore disa gjëra, sidomos në fushën e punës, sepse është momenti juaj. Kurse në dashuri nuk e diskuton, nuk e vën dyshim, sepse ka të bëjnë me luantë dhe diçet parë, me akreptë dhe diçet tretë që është perfektja, por gjithashtu me dëm është vetjeta. Dhe kjo është një mundësi, është një moment shumë i mirë, është një moment që vërtet ndikon shumë gjëra në anën tuaj dhe në pozicionimin e planeteve, ku gjërat janë pozitive, ku gjërat arrin atje ku dëshironi juve dhe mundësitë janë të arta. E përgjithshmja, duket se për juve të kësaj shenje jeni në anën më të mirë të mundshme, prandaj bini pas, mos e lini pas dore, sepse një kontratë është në gjendje jo vetëm të rregullohet, por të dilni fituar. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë peshqit. Peshqit dashur, bëhuni gati për nisma të reja. Bëhuni gati për sa i përket kësaj jave, një javë me suksesin brenda, por edhe me mundësitë që do të keni tani tutje. Çështjet që lidhen me shpirtërore, me anën e punës, me anën e karrierës, keni mundësi në stabilizimin ekonomik, po të gjitha këto përbëjnë një peshë shumë të madhe për juve. Mbi ndryshimin që ju e keni, mundësitë që ju vijnë. Nuk diskutohet, sepse është periudha tani, është momenti dhe ana më e mirë e juaja dhe pozicionimi i planeteve. Keni kohën tuaj, keni atë ndryshimin tuaj, dhe është një moment tani për të filluar, për të biseduar dhe për gjërat që do të vinë tani tutje. Nuk diskutohet, nuk e vëmë dyshim, për një mirë arsye sepse i keni gjitha në dorë dhe mundësitë të arta. Në fushën e dashurisë duket se me vërtetë është vetjeta. Këto ishin pak a shumë përsa përket të pikërisht të kësaj dite të datës 3 gusht
2026. Për gjithë juve që interesoni për shkrimet detajura, faqja roz. Atje, nëse gjeni veten, mund bëni abonime. Nëse nuk e gjeni veten dhe shikoni se si mund të funksionojë shërbimi, atëre në sekretari, në WhatsApp, në Viber, lidhemi bashkë, sepse duke dërguar emailin tuaj, një mesazh në email, atëre ju marrim neve dhe ju shkruajmë. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve, e do të dërgoni mesazh, butoni këtu, e klikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhin, pasi keni përfunduar hapas hapi të dhënat që keni atje. Unë Ropulla, ju uroj ditë të mbar, javë të mbar në çdo aspekt. Gjithë mirat.